الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Ata falënderojmë për tij falë dhe ndihmë kërkojmë, tek ai pendohemi dhe vetëm atij për ulemi dhe nënshtrohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes son, si dhe nga të këqijat e veprave tona. Me të vërtetë atë që Allahu udhëzon rrugë të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon posti subhanahu wa taala. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai I cili meriton të adhurohet me të drejtë, I cili është I vetëm dhe I pashaq, se dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fjala më saktë është fjala e Allahut azza wa jall, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit tonë të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të urryera janë risit. Çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrt e xhenemit. Vëllezër të nderuar, duke nisur nga porosia Allahut azza wa jall, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dhe vetë si kemi porositur ata që kanë qenë para jush, që kemi dhënë librin ehlul kitabit, që fotët, domethënë hebrejët dhe krishterët, e po ashtu edhe juve an ittaqullah, keni frikën Allahut azza wa jall. Kjo është porosia Allahut azza wa jall për të parët dhe të fundit nga njerëzimi. Fillimisht të këshilloj vetveten, e pastaj edhe juve me frikë, me devotshmëri dhe për ulje. Thotë Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh, njerëzit thotë prej që kanë filluar të marrin këtë botë, e derisa të përfundojnë ata janë në udhtim. Ata janë në udhtim. Një udhtim I cili ka një përfundim. Ai përfundimi ka dy vend banime ose dy vend atërime. Në momentin që njeriu ndron jetë dhe vendoset në varrin e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për varrin është vendatërimi I parë në ahiret. Është vendatërimi I parë në ahiret. Ky është një udhtim që shkputet robi nga kjo botë në botën tjetër. Ky udhtim Allahu azza wa jall na ka përkujtuar shumë ajete kuranore. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Ashtu siç udhtimet e kësaj bote kanë nevojë për përgatitje, edhe udhëtimi I botës tjetër e ka një nevojë ose kërkon prej neve që të jemi të përgatitur. Allah azza wa jall kur ka fol për këtë çështje thotë: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa." Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Ka thënë përgatituni për udhëtim, për kthimi së manaja, kuptimi I ajetit, përgatituni për udhëtim dhe dijeni se përgatitja më e mirë është takvallahu, devotshmëria, frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ajetet që folin për këtë çështje janë shumëta. Allah azza wa jall kur na ka porosit që ne mes me vdek ndryshe vetë musliman, thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët keni besuar, kinja frikën, dronë Allahut azza wa jall në mënyrë të drejtë, të mirëfillt, të saktë, të vërtetë, të sinqertë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos nisni ndryshe vetëm duke qenë musliman. Në ajet tjetër suratul Hashr Allah azza wa jall thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut. Do të thënë jeni të devotshëm. Keni frikën Allahut azza wa jall. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Le të shikojë njeriu çka ka përgatitur për ditën e nesërme. Se Sheikh Uthaymin rahmetullahi alayhi është quajtur ditën nesërme sepse li kullu atin qarib, sepse çdo gjë që vjen është afër. Edhe është për qëllim domethënë për ditën e gjykimit. Pastaj Allah azza wa jall prapë mas saj thot:
wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Keni frikën Allahut azza wa jall, se me të vërtetë Allahu është i informuar për çdo gjë që veprani. Ajetet që folin për këtë janë shumëta. Kërit këto aludojnë se besimtari duhet me pas frikën Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po që kjo fjala taqwa, ose i taqu që ka ardhur në ajetet të ndryshme, i taqullaha azza wa jall, keni frikën Allahut azza wa jall, kjo ka komente të ndryshme. Nëse shohim fjalët e selefit në përgjithësi, dhe kur fillu pi tabenve, deri me tash e kanë të njëjtën mano. Kanë të njëjtën mano, mirë po ndoshta njëri ka thonë me një kontekst pak më ndryshe, tjetri pak më ndryshe. Po krejtë kanë të njëjtin kuptim. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Sepse fjalët e selefit nuk dallojnë shumë njëri pi tjetrit, sepse të gjitha kanë një burim. E kanë domethënë një vend ku të gjithë aty ushqehen, edukohen pi tij. Cilin burim e kanë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht që mundin me ndryshu do gjana në shprehje, prapë se ehli suneti ose selefi në përgjithësi, shpjegimet e tyre janë të ngjashme. Për shembull, Hasan al-Basri rahmetullahi alayhi, kur ka folur për tavan, ka thonë: "Et-taqwa ma waqara fi al-qalbi." Devotshmëri është, ose frikë ndaj Allahut është ajo që azë vend në zemër. Ajo që azë vend në zemër, vendoset në zemër. Tash e shpjegojnë edhe pse arsye në zemër. Pastaj thotë: "Wa sadaqahu al-qawlu fi al-fi'l." Dhe këtë thot e vërteton gjuha e tij, të folurit e tij ose të vepruarit. Pse përmendet çdo herë zemra? Se para është besim në zemër, shqiptim me gojë, pastaj kryerja e veprave. Po ashtu thot Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayh, zemra thot është në pozitën e mbretit. Gjymtyr thot një në pozitën e ushtarëve. Nëse zemra është në rregull, edhe gjymtyrët janë në rregull. Domethënë, nëse zemra në rregull dhe gjymtyrët janë në rregull, ka është nxjerrë kjo. Kjo është nxjerrë në hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Alaina fil jasadi mudgha." Me të vërtetë në trupin e njeriu është një copë mishi. Ajo është zemra. Ala wa hiya al-qalb, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idha salahat salaha al-jasadu kullu. Nëse ajo është në rregull, çdo gjë është në rregull. Këtë trupi. Edhe fasadet e jasadu kullu. Atëherë nëse ajo është e prishur, çdo gjë tjetër është edhe e prishur. Për këtë Hasan al-Basri rahmetullahi alayhi kur e ka përshkruar thotë, ajo çka është waqara fil qalbi, është vendosur në zemër, ka zonë vend çaty rrim. Istaqarra domethënë çndron çaty. Mirë po, i jep frytat edhe në gjuhën e robit, edhe në gjymtyrët e tij. Domethënë e realizon ose manifeston devotshmërinë, frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur ka fol Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahmetullahi alayhi për këtë çështje, ka thonë: "Aslu taqwa, esenca e devotshmërisë, frikës ndaj Allahut azza wa jall, an yaj'al al-'abdu baynahu wa bayna ma yakhafu wa yahdharuhu wiqayah." Me vendos të robi mes vetit dhe asaj që i friksohet, edhe ndjen të keq ose rrezik pi saj, wiqayatun tuqihi min dhalik. Një mburoj që mbron. Kanë thënë disa dietar, kjo i ngjasen sikur një njeri që është pranë zjarrit dhe vendos diçka që mos mu djeg. Pastaj thot: "Wa huwa fi'lu bi ta'atihi", të vepruarit me çka ka urdhëruar Allah azza wa jall, wa ijtinabi ma'asihi, mi baktis gjunahet. Kur njeriu i realizon këto, domethënë ka arrit me realizu devotshmërinë. Thot Sheikh Uthaymeen rahmetullahi alayhi, et-taqwa, thot devotshmëria është komentuar ose shpjeguar ose interpretuar në disa mënyra, thot, ose disa shpjegime të ndryshme. Mirë po thot, çka është ajo? Thot të gjitha kanë, domethënë ngjashmërinë janë me tjetrën, pastaj thot: "Inna at-taqwa ittikhadh wiqayatun min adhabi Allahi azza wa jall." Devotshmëria është me marrë një mburoj, e cila të mbrohen për ndëshkimit ose dënimit Allahut azza wa jall. Pastaj thot: "Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi nawahihi." Duke i vepruar ato që ka urdhëruar Allah azza wa jall dhe duke praktis nga ajo që ka ndaluar ai subhanahu wa ta'ala.
Këto janë tefsiret që kanë dhënë selefin përgjithësi. Është edhe një Talq ibn Habib rahmetullahi alayh, edhe ai ka fol, po edhe ai ka fol ngjashmë mirë, po ka bënë një shtim pak më ndryshe. Ku thot takvaja është thot emel bi taati Allahi azza wa jall. Ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Dhe po thot duke ju bindur Allahut me nurin prej Allahut, është për qëllim udhëzim prej Allahut azza wa jall. Tarju thawab Allah dhe njëkohësisht shpreson shpërblimin Allahut. Pastaj thot watruk al maasi ala nuri min Allah. Braktisë gjunahet me nur prej Allahut, me udhëzim prej Allahut azza wa jall, me khafeten e ka dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Nga frika prej dënimit të Allahut azza wa jall. Këtë këto i përfshin dhe më thonë, këtë këto dhe shpjegime kanë gjeshmëri. Edhe porësia e njëjtë të gjithë është që njeriu me shtu devotshmërinë, duke bërë vepra të mira, ato që ka urdhëruar Allah azza wa jall, dhe duke u larguar nga ato që ka ndaluar Allah azza wa jall për të mbrojtur nga dëshkimi i tij subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall kur fol për popujt e mëhershëm thot: "Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alehim barakatin min as-sama." Sikur banorët e këtyre vendeve, do të thonë këtyre vendbanimeve, të kishin besuar fillimisht, pastaj të kishin pas frikën Allahut azza wa jall, u kishim hap bereqetet nga qielli dhe nga toka. La fatahna alehim barakatin min as-sama wal ard. Dhe kishim zbrit bereqeti për qiellit edhe për tokës, u kishim hap dyrë të bereqeteve. Walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mirë pa ata përgënjështrun Allahun, pejgamberët, argumentet e tij, atëherë thot Allah azza wa jall, ne i morëm ata ashtu siç ishin duke vepruar. Do të thonë kemi ndëshku. Po është ajeti kuranor që përmendën fillim: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dhe vetë si kemi porositë ata të cilët kanë qenë para jush që kemi dhënë librin, edhe juve që të keni frikën Allahut azza wa jall, krejt këto aludojnë që devotshmëria, takvallahu, frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është mbi të gjitha. Njeri nëse si ka frikën Allahut azza wa jall, nuk ka sinqeritet. Nuk ka sinqeritet, nuk ka rrinë knatësinë Allahut azza wa jall. Dhe më thënë pasojat janë shumë të mëdha. Pse? Sa ai nuk ruhet për gjinohet, mirë po ruhet vetëm për gjinohet në atë moment kur njerëzit e shohin. Kurse ai që ka takvallak, devotshmëri, i ruhet dënimit Allahut azza wa jall sin praninë e të tjerëve, sikur është në vetmi. Pastaj ai që ka devotshmëri, frikë Allahut subhanahu wa ta'ala, e meriton që Allah azza wa jall me qenë me ta, me jetu khasa. Me thënë, Allah azza wa jall me qenë me ta në çfarë forme? Allah thot një ajet kuranor: "Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Me të vërtetë Allahu është me ata të cilët ja kanë frikën Allahut. Me ata të cilët hum muhsinun, janë të mirë. Me jetullah që Allahu me qenë me robin e tij, me diturinë e tij, me shiqimin e tij, me përkrahin e tij, me ndihmu atë person ose me dhënë sukses e kështu me radhë. Kjo është, do të thonë, me jetu khasa. Kur ndihmon robit është me jetu khasa e veçantë, specifike. Çfarë bën kjo? Se Allahu azza wa jall ndihmon vetëm besimtarët. Po me meritu që Allahu me të ndihmu ty, atër duhet patjetër me realizu devotshmërinë. Kurse me jetu ame e përgjithshme është ajo që Allah azza wa jall i sheh të gjithë, i furnizon të gjithë, i dëgjon të gjithë, e kështu me radhë. Mirë po, kur i ndihmon besimtarëve, kjo është me ije, është diçka më specifike që i takon vetëm besimtarëve. Ky ajet kuranor në nxjerrën e pa se Allah azza wa jall i ndihmon të devotshëm, i ndihmon atyre që kanë frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Shembull konkret i kanë pejgamberët e Zotit në rastet më të vështira që kanë pas. Rastet më të vështira që kanë pas. Që thuhet që aty, domethënë, kanë pas vështirësitë që ndoshta edhe kanë menduar që aty është fundi. Të pejgamberët e mëhershëm, edhe të pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti kuranor: "Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u zulzilu." Thata mendua të hini në xhenet, ju muslimanët, besimtarët, pa ju ardhur ajo që ka goditur edhe popujt më hershëm,
edhe përmend Allah vështirësitë sprova ashtu, o zulzilu, thotë i ndridh. Pse i ndridh? I ndridh në atë kuptim, domethënë kanë qenë sulme të kufarëve shumë të mëdha. Hatta yaqulu ar-rasulu walladhina ma'ahu mata nasrullah. Saqë kanë thonë pejgamberi sa dhe ata që kanë qenë me ta besimtarët, mata nasrullah. Kur është ndihma e Allahut? Ela inna nasrullahi qarib, atar Allah azza ka përgjigj. Me të vërtetë ndihma e Allahut, fitoria, përkraja e tij është shumë afër. Këto çka aludojnë? Aludojnë se kanë qenë në vështirësi. Ibrahimi alayhis salam ka qenë vështirësi. Çish ka qenë vështirësi? Se domethënë hedhën zjarr, mirë po devotshmëria e madhe, bindja e madhe, yaqini që ka pas të fuqishëm në Allahun azza wa jall, ju ka lutur Allahu azza wa jall sinqerisht në Allah azza wa jall i ka dalë në ndihmë. E pyesin Sheikh Fawzanin hafidhullah për çështjen e Palestinës. E pyesin për çështjen e Palestinës, për çështjen konkretisht Gazës. Në vend në rast edhe ai këshilla atje e përgjithshme është vetëm për krejt muslimanët. Nuk fokusohet në përgjigje vetëm popullit i Gazës, të popullit i Gazës. Në një rast, ai ka raste kur fokusohet vetëm për ta. Po thot në përgjithësi thot, muslimanët thot do të më përmirësojnë vetveten. Muslimanët do të më pas frikën Allahut azza wa jall. Për çfarë arsye? Se kur përmirësohen muslimanët, zbrit ndihma Allahut azza wa jall. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abab as-sama. Allah azza wa jall thot për ahlul kitab, thot kur ata thot i harrun ato që kanë i porositëm, u kemi lëshu bereqete, i mashtru, si kanë harru frikën ndaj Allahut azza wa jall. Tani thot fa akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. I kena marrë befasi si shkak, do të thonë që ata i kanë harru rrugën e Allahut, si kanë pas frikë Allahut azza wa jall, edhe i kena marrë në momente ku kanë qenë shumë të shkujdesur, zhytur në gjunahe. Edhe këto sprova që ju vinë muslimanëve janë si shkak, do të thonë, i mos realizimit porosive të Allahut azza wa jall, për tyne që i përmenden. In tansurullahi yansurukum, nëse ju ndihmoni çështjen e Allahut, po kryesore ndërto është pas tauhidit është me pas frikën e Allahut azza wa jall, Allahu ju ndihmon juve. Kur muslimanët nuk e përmirësojnë vetveten, nuk e realizojnë devotshmërinë, frikën e Allahut azza wa jall tek Allahu, atëherë fillojnë gjunahe. Kur fillojnë gjunahe, atëherë ndihma e Allahut subhanahu wa taala nuk zbret. Është pyet Aliu radiallahu anhu. Njëri pi khulafa ar-rashidin, do të thoni katërt i tyne. Djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu dhëndri i tij sallallahu alaihi wasallam, çka është devotshmëria, takvaja? E ka përmbledhur në katër çështje. Në katër çështje ka përmbledhur, në katër fjalë. Po secila nëse shiqojmë, ndoshta e meriton që të thënë ligjërat veçantë. E para ka thonë takva, thotë është el-khawfu min el-jalil. Frika prej Allahut. Mi pas frikën e Allahut azza wa jall. Sepse ai i cili ka frikën e Allahut azza wa jall, ai edhe përmirësohet. Është modest, është i devotshëm, është i parulur. E para e rregullon raportin e tij me Allahun azza wa jall. Pastaj nuk i bën zullum as vetes, se ka njerëz që bën zullum vetvetes, me gjunohe, me harame, po nuk i bën zullum familjes vet, as grus, as fëmijëve, as prindve, as fëmijëve, as vëllezërve të musliman, as kur kuj heq. Pastaj nuk i bën dallavere, mashtrime muslimanëve të tjerë. E para thotë el khawfu min al jalil, e dyta thotë el amalu bi tanzil. Të vepruarit me shpallje. Shpallja përfshin dy gjëra. Shpallja i përfshin dy gjëra. E përfshin Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sa, sepse shpallje është edhe suneti i pejgamberit sa. Mirë, po Kur'ani dallon sepse është fjala e Allahut azza wa jall. Nuk thotë ka thënë pejgamberi sa, po aty thotë ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kurse suneti thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po shpallja që ka ardhur prej Allahut azza wa jall. Ka thënë Imam Zuhri rahmetullahi alayh lidhe me këtë çështje, wal amalu bi tanzil. Ka thënë prej Allahut është min Allahi risala, wa ala rasul al balag, wa alena taslim. Prej Allahut është shpallja. Me çu shpallet e njerëzit, të krijesat e tij, prej pejgamberit është interpretimi, kurse prej neve është me bë teslim, me dorëzu, me pranu ashtu siç ka ardhur. E në këtë rast me vepru me shpallje. Kur muslimani nuk punon me Kur'an dhe Sunet pejgamberit, atëherë çish mundet me realizu devotshmërinë, frikën e Allahut azza wa jall, ose çish mundet me realizu, domethënë dinin e Allahut subhanahu wa taala. O rida bil qalil, me qenë i kënaqur me ata që ka qoftë edhe pak. Do thon
mu qenë i kënaqur me çato që ta ka dhënë Allahu Azza wa Jall, me qenë mirënjohës, me qenë falendrues. Dikush mund të më thonë pse më përmend këtë devotshmëria. Në fakt ai i cili është i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, ai ka arritur me realizu devotshmërinë. Ata që janë të kënaqur me atë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, ata fillojnë edhe me bozullum, me botugjan, me të kalu kufit, me kështu me marr njerëzve pasurinë, me marr gjëra domethënë me pa drejtësisht. Kurse ai i cili është i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, as nuk i përbuz të mirat Allahut, nuk i nënçmon ato që ka dhënë Allah, as nuk bën i'tirad, nuk e kundërshton caktimin Allahut subhanahu wa taala. Kjo shumë e rëndësishme. Pastaj ka thënë wal istidadu li yawm ar-rahil, dhe përgatitja për ditën e udhëtimit. Ngjajshëm me ajetin që ka thënë Allah azza wa jall, "Wa tazawwadu fi khayri zadi taqwa." Do të thonë më përgatit. Dikush thotë, pse më kushtu kaq shumë mendje përgatitjes. Por nëse muslimani nuk përgatitet, edhe ai nuk e din, ai dhe secili musliman nuk e din kur ka më ardh vdekja, që thë Sheikh Uthemini, as kush nuk e din pineve kur do të na befason vdekja. Xheli, atëherë është gabim nëse muslimani nuk e din këtë. Pse? Se njeriu kur përgatitet vazhdimisht, edhe në fund e din që kjo vdekja vjen befasi, kjo do të thotë që ka thonë Omer ibn Abdulazizi, është një pishejave që njeriu e ka bindjen e fortë që s'ka këtu qëndrueshmërinë këtë botë, po edhe është i bindur që udhëtimi i tij është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Kështu që njeriu do të mi pas parasysh el khawf min al jalil figa pe Allah azza wa jall. Wal amalu bi tanzil të vepruat me shpallje. Wa rida bil qalil, me qenë i kënaqur me ata që ta ka dhënë Allah qoftë edhe pak. Wal istidadu li yawm ar-rahil, mu përgatit për botën tjetër. Këto janë 4 baza që i ka përmbledh Aliu radiallahu anhu, që ka qenë i njoftën mes sahabëve për hikmet, për urtësitë, shpjegimet e tij radiallahu anhu. Thot Sheikh al-Allame Saadi, Abdurrahman al-Saadi rahmetullahi alayh, hoxha e Sheikh Uthayminit. Është hoxha e Sheikh Uthayminit, është përmendur shpesh edhe pse shumë dietar kanë marrë dituri për tij. E ka një pi tefsireve që mundi më thon bashkohore, që është i shkurt, po shumë i dobishëm. E ka bot lehtë, ka bot shumë të lehtësuar. E ka një fjalë ku thot: "Men itaqa Allah azza wa jall", kush e ka frikën Allahut subhanahu wa taala, "hasala arba'atu ashyain kullu wahidin minha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kush i ka frikën Allahut azza wa jall, arrin devotshmërinë e realizon, ka mi arrit 4 gjëra, se cila për ty është më mirë se sa dunjaja dhe gjithë çka ka në to. 4 gjëra, thot, po se cila për ty është më mirë se sa dunjaja dhe gjithë çka ka në to. E para thot, ka më realizu ose më arrit el Furqan, me pas një lloj diturie. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah azza wa jalla thot, nëse ju keni frikën Allahut azza wa jalla, Allah ju jap një Furqan. Jap një mundëson që ju mi dalu, do më thënë, gjanat mi ditë. Kjo shumë e rëndësishme. Shumë është e rëndësishme me ditë çka është batil, çka është hak, kështu me radhë. E dyta thot, Allah azza wa jalla jap huda alladhi yufarriqu yufarriqu bihi bayna al-huda wad-dalal. Allah azza wa jalla jap një udhëzim. Do thonë një udhëzim që ai arrin përmes saj me dallu çka është e mirë e çka keqe, çka është e saktë e çka është e kotë. E treta thot, përmes saj Allah azza wa jall ja fshin tek xhiat, jo bën tekfir as-sayyiat, wa yaghfiru adh-dhunub, dhe ja fal gjunahet. Fshin tek xhiat dhe ja fal gjunahet. E katërta thot, al-ajru al-azim wa thawabu al-jazil. Arrin me realizu, me rriç përblimet e mëdha të Allahut subhanahu wa taala, ku përmes kësaj çdo herë i jep përparësi kënaqësisë Allahut azza wa jall dhe i lën epshet, dëshirat e veta. Këto 4 çështje janë shumë të dobishme nëse besimtari arrit me realizu. Ka thënë një selefit, pi muslimanëve të hershëm, njeriu thot gjatë jetës së tij është në 4 gjendje. Gjatë jetës së tij është në 4 gjendje. E para thot është kryesorja. Thot imma an yakuna fi ta'atin fa alayhi bil istimrar. Nëse është i përulën ndaj Allahut azza wa jall, i përkushtuar në adhurim,
atëherë duhet me vazhdu. Vesh me vazhdu, mos mundal. E dyta thot, wa imma an yakuna fi ma'siyatin fa alayhi bil istighfar. Nëse është në gjunahe, atëherë duhet me përmbajt kërkim falës, istighfarit. Wa imma an yakuna fi ni'matin fa alayhi bil shukr. Nëse Allah azza wa jalla ka dhënë mirësi, ai duhet me falendëru. La in shakartum la azidannakum, sepse Allah azza wa jalla thot nëse ju falenderoni, unë ju shtoj atë. Dhe fundit thot, wa imma an yakuna fi ibtilain fa alayhi bis sabr. Nëse ka sprova, atëherë do të thotë ai duhet me bë sabër, me bë durim. Këto çështje, do të thonë, i përfshin jetën e robit të tij. Dhe ky person pe selefit e ka përmend sepse robi nuk ka mundësi me dalë pikë tyne. Ose kryesisht këto janë ato të cilat e përcjellin njeriu sa të është gjallë. Thotë Sheikh Ibn Baz rahmetullahi alayhi, kush mediton në ajetet, do të thonë tekstet që kanë ardhur për devotshmërinë, si në librin e Allahut, ashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kupton se ta devotshmëria është shkaku i çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Për këtë ata të cilët ankohen shpesh që kanë vështirësi në rrezik, kanë vështirësi në pasardhës, kanë vështirësi në sprova të ndryshme, Allah azza wa jalla thon: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i ka frikën Allahut? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah i bën zgjidhje për çdo gjë. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe furnizon pika sepre. Me thonë selefi, kjo është qelsi i rrezikut. Qelsi i rrezikut. Po në përgjithësi devotshmëria është qelsi i të mirave në këtë botë dhe në botën tjetër. Kanë ardhur në surën Shuara 5 porosit pejgamberëve që i kanë porosit popujt e vet, duke filluar pe Nuhit, Hudit, Salihut, Lutit dhe Shuaibit alayhimus salam. Të gjithë në surën Shuara i përmenden ajetet, ku i përmend Allahu tregimit e tyre. Të gjithë ju kanë thënë popullit e vet, idh qala lahum akhuhum ala tattaqun. Kur ju tha vllau i tyre, ka pas përqendrim Allah azza wa jall, vllau i tyre që ka qenë nga mesi i tyre, se jo akhuhe, mi thon vlla atij që është musliman. Se kjo nuk lejohet se dikush e ka interpretuar këtë. Ala tattaqun. Ala tattaqun, do të thonë nuk i keni frikën Allahut subhanahu wa taala. Këto aludojnë për vlerën që ka takullahu frika ose devotshmëria ndaj Allahut azza wa jall. Fjalët e selefit, rastet e sahabëve radhiyallahu anhum ose rastet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë aspektin shumëta. Ato ndoshta inshallah të ardhmen në marrën ndaj asaj, mirë po secila prej tyre është dëshmi e fuqishme se njeri do të me jetu me frikë, me devotshmëri ndaj Allahut azza wa jall, nëse do të arrit kënaqësinë e Allahut në këtë botë dhe në botën e tjetër. Për dëshmive që njerëzit i kanë përjetu vetë gjatë jetës së tyre, shpesh herë kanë pa se ata që kanë pas devotshmëri, çdo herë Allah azza wa jalla ka hap dyert, si të rrezikut, furnizimit, problemet të tjera ndryshme gjatë jetës që ka zgjidh. Kështu që njeriu duhet vetëm të korrigjohet vetën, që ka thënë Omer radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetën tuaj para se t'ju llogarit dikush tjetër, domethënë ditën e gjykimit. Wazinu qabla an tuzanu, dhe përshonje vetën para se t'ju përshon të tjerë. Këto janë në porosi që njeriu do të më pas parasysh që me përmirësu vetën, me shtu devotshmërinë. Edhe devotshmëria shtohet kur njeriu arrit me realizu sinqeritetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E jo sikur disa në praninë të tjerëve janë evlia, mirë po kur veçohen vetun, i bëjnë intihak me hari milad, do të thonë i cenojnë haramet e Allahut azza wa jall. E përmend Sheikh Uthaymeen rahmetullahi alayhi një rast kur ka qenë një rast të në kohët hershme të muslimanëve, kur një gru, një nani ka thënë vajzës së vet në kohën e Omerit radhiyallahu anhu konkretisht, i ka thënë o bia jam, shtoja duaj shumshtit, se nuk na shoh Omeri, prisi besimtarëve. Po kjo vajza ka qenë shumë e devotshme. Shumë e devotshme. Edhe dikur i ka thënë, o nana ime, Omeri nuk na sheh, po Zoti Omeri na sheh. Ka qenë Bishr al-Hafi, rahmetullahi alayhi, pi selefit. Motra e tij ka qenë robaqepse. Dhe ka bu një pyetje Ahmed ibn Hanbelit, rahmetullahi alayhi, i ka thonë, a kena të lejume, kur kalojnë rojet me ato dritat,
që kanë bërë, ata s'ka pas rrymë kësaj sanë, me qëndis ndritën që aty në ndriçimin e aty në llampave që kanë qenë kandila që kanë qenë atë kohë, a kanë të lejuar edhe na konsiderohet që e punë që bëjmë halal, ka thonë kush je ti? Ka pyet për me ditë kush është kjo gruka që devotshme. Ka thonë, kanë treguar se motra Bishr Hafit, ka thonë kjo është shtëpia e Beitul War'i, do të thonë shtëpia që ka devotshmërinë në kulminacion. Sokon në njoftë edhe Bishr Hafi, ka thonë, më shefi të mirë është ashtu që shumë sheft këshijat, ka qenë shumë i devotshëm. Kur të arrin robi me realizu këtë sene, atëherë ka realizu devotshmërinë. Elus Allah në Azza me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na bëjnë neve dhe juve nga ata të cilët i kanë frikën Allahut Azza wa Jall si prani, ashtu edhe vetmi. Elus Allah në Azza wa Jall me na mësoj me një vërtetën dhe me pasuar, me njoftë të kotën dhe me praktikisat. Elus Allah në Azza wa Jall me na ashtu diturinë të dobishme, dituritë të dobishme. Dhe për asaj diturie mi dhënë dobi edhe të tjerëve. Dhe duaja jo në fundit është alhamdulillahi rabbil alamin.